Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Pas shumë vitesh zbulohet gruaja që ishte në makinë me Sokol Oldashin gjatë aksidentit fatal. Ajo çfarë jep një dimension të ri këtij aksidenti të vjetër është pikërisht zbardhja e identitetit të gruas që ishte me të në automjet në momentin tragjik. Pas hetimeve të para është zbuluar se ajo quhet Xheni, 30 vjeçare nga Tirana, e cila ishte partnerja e Sokolit. Dëshmimtarët kanë raportuar se ata ishin duke udhëtuar së bashku kur ndodhi përplasja fatale. Disa burime konfirmojnë se ata kishin një marrëdhënie të ngushtë dhe ishin parë shpesh së bashku në ngjarje publike. Hetimet për aksidentin kanë marrë një kthes tjetër tashmë që emri i Xhenit është bërë publik. Sipas të dhënave, ajo ka pasur lëndime të rënda dhe është aktualisht në kujdesin e mjekëve në një spital të Tiranës.